Ku është Allahu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pyetur një robresh, "Ejnë Allah, ku është Allahu?" Qalet fis sama, ka thënë Allah është lart në qiell. Cillin njeri në këtë dunja ta pyet, të krishterë, çifot, musliman, njerëz që nuk dinë çfarë feje kanë, por besojnë një fuqi të madhe. Pyeti, ku është ajo fuqi e madhe? Fuqia absolute ka bëu me kësht lart në qiell. Krejt njerëzit e dunjas, kur përmendin krijuesin, Allahun, e që ndorën lart apo syt lart apo kur lutën që ndort lart. Mbi 1000 argumente gjenë të cilat tregojnë me qindra nga Kurani, me qindra pe hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga natyrshmëria e njeriut, librat e shejta, sunetet, këj dynjaja se Allahu Ar-Rahman alal arsh istawa, çka ardh 7 herë në Koran, Allahu është mbi arshin e tina, mbi fronin e tina. E pastaj ka Imam Maliku, Allah e pas mëshiruar, el istiwa ma'lum. Të qendrit e Zotit mbi këtë gjithësi është e njohur apo? Dhe është mendim i krejt ehli sunetit. Wal kayfiyatu majhul, por si qëndron Allahu nuk e dim. Was su'alu anhu bid'a, dhe pyetja rreth asaj se si qëndron Zoti atje është bidat.